Do t'isha shumë i lumtur nëse është kështu. Jam të reflektu. Unë jam i sigurt që ka me dëshmu rezultati i zgjedhjeve të 7 qershorit. Për shkak se na garoj me programe politike, garoj me ekipa, garoj me vizion, dikush të qendrës djathtë, dikush është i djathtë, dikush është i majtë. Janë koncepte politike. Dikush flet për rezultate mungojnë, dikush i ka të prekshme. Po polarizimi deri në ekstrem i qytetarëve, ndarja e qytetarëve të Kosovës, ata që janë me mu, ata janë errësira, ata janë drita, është e rrezikshme, është e dëmshme. Kosovë është mirë që është pluralizëm politik. Është mirë që ka ma shumë parti politike. Njerëz nuk mendojnë njëjtë. Votojnë sipas bindjeve tyre të lira. Unë kur nuk ja veti të drejtë. Me i thot dikujna, ti takon errësires, pse s'u voto mu. Drejtën e ti në mëra s'më votu? Ose për i pëlqen programi, ose i pëlqej unë si politikan, o ka preferenca tjera. Çka do të thot? Me ndonë njerëz në këtë mënyrë. Errësira, drita. Jeme mu, edhe në kofsh. Me 100 vepra të këqija, i e drita. Ose njerëzve mund me qenë intelektual, mund me qenë prej fetar, mund me qenë e re ose i ri. A ti veç pse s'ko ka me mu, ko ka errësira. Pastaj, kjo gjuhë polarizuese, të sulme, kjo ushtri e Facebookut, do të më nalë, mëre? Do të më nalë. Ku e qojnë këtë vend? Qysh më ndalë? Qysh më ndalë, me ju thonë nalë. As njëherë. As njëherë se këmë një deklarat. Që ju ka drejtu, me ju thonë, nuk është e duhur me u përdor gjuhë linquse, shantazhuse, ofenduse, përqarse. Shumë përlyp një dhe ju, zëtë Hamza. Jo, në minimum. Vete përduar që atë gjuhë, vete kemi fjolin për personin e një. Jo, vetë, akoma keq, po jo nuk mundesh njerëz të caktu me thonë zullumqar. Zullum ban ai që shkel kushtetutën. Jo njerëz të caktu, mi ka thonë komandantëve. S'mundesh me qenë shqiptar edhe zullumqar. Tash po dal aty. Po zullum ban ai që shkel kushtetutën. Ai që shkel ligjet. Ai që i sulmon pa kur fal arsye apo shpjegimi. Bizneset, mediat, opozitën, çdo gjë që asmenon ashtu. Me gjujt institucionet me gur, me i kallë institucionet. Qa ju zullum? Ja, shlemtar, veslimtar. Nëse flet për kanë do qoftë, dush me argumentu. Shlemtarët janë veç shlemtarë. Nuk guzon, nuk duhet këtë vend vlerat ma sublime, ma të vlefshme. Me sulmu, me denigru, edhe me linqu me lloj metodash. Për korupcion, hiç s'kan drejt me fol. Kanë mujt me fol para 6 vjetëve, para se marrën qeveri. Tash! Këta janë ekzemplari keq i qeverisjes. Qindra kontrata një burimore. As njëherë s'ka pasur, kur s'do të me pasur. Kontrata një burimore, veç në raste specifike, të çështja e sigurisë. A ka të bëjë me policinë, a ka të bëjë me AKY-n, a ka të bëjë me ushtrinë, janë tema tjera. Ajo kontrata një burimore për rrugë, për qerdhe, për shkolla, pse s'pe i deklasifikon? Qeli, publiku ka drejt me po ku shpenzohen parat publike. Ka drejt. Pse s'ndërtove kapacitetet reja energjetike? Pse dështove projektin e Kosovës 3? Pse dështove projektin e gasit? Sot është tepër e rëndësishme që edhe në gëzon fakti, gjithë që Shqipëria para disa dite në shkruajtje kontratë 6 miliard euro për projektin e gasit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kusht Kosova? A një element tjetër, fakt ko ma shumë, po 2 do t'i ngriti. Është çështja e migracionit. Na shkojmë gjithandej Kosovës. Fshatra bukura, shtëpit ndërtuara, dritaret e mbyllura. Veç 4-5 vitet e fundit, si pas statistikave, 250.000 qytetarë të Kosovës kanë kërku leje qëndrim për herë të parë në vendet e BE-s. A ka statistikë më shqetësuese. Kosova po zbrazet. Tjetra, ku jemi na në procesin e integrimit me BE? Është fati mirë që Shqipëria po ecë. Është në fazën e fundit të përmbylljes së këtij procesit. Është të ecë edhe Molizi. Çka na ndodh neve? Na me pasaport kena më shku në Shqipëni. Po me pasaport, se po në një vend të BE-s, edhe në ato linjat, që gjithë neve na pengojnë edhe na irritojnë. EU citizens edhe all citizens, all passports. Po, pasaportat e të tjerë edhe të qytetarëve të BE-s. Edhe shpejt kanë më namush pasaportat, për shkak se udhtojnë për Shqipëri. Ku jemi procesin e integrimit evropian? Një proces tepër kompleks me shumë punë. Unë kom pas mundësinë me bisedu me ish guvernatorin e Kroacisë, ish kryeministrin e Kroacisë, në kohën kur Kroacia ka qenë në procesin e integrimit në BE. Është veni i fundit që ju ka bashkangjitur. Kapacitete njerëzore të përgatitura mu mirë me këtë proces. To janë çështje që Kosova nuk guxon me ngec edhe me met një e izoluar. Nëse ki planifiku si çështjen e krizës të presidentit, ndërsa po para se më ardha ajo, domethënë çështjet edhe politike, e tha më herët elefantin dom. Ama më bëni përshtypje zoti Hamza këtë që e thatë më herët që vet Albin Kurti, supozovam që ju referut Albin Kurtit, ai nuk e ka asnjë deklarat ku bën thirrje që gjua polarizuese, gjua urrëties e gjua e ashpër me u ndalu ose mos me ekzistu në këto përballjet elektorale e shoqënore. Edhe gjua seksiste. Po të gjitha zoti Hamza, po nëse zoti Kurti e ka atë mundësi, njëjtë keni edhe ju. Domethënë edhe ju mundeni më bë thirrje antarëve të juaj që mos me denigru, mos me sulmu, mos me përdorë gjuhë të ashpër e gjuhë të urrëties e gjitha këto që i përdorin. Pra, standardet duhet të vinë për të dyja palëve, para se me ndodh një lloj eskalimi që po duket shumë. A mund